generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my hyper raps, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my hyper raps, I'ma rip this shit till my bones collapse. Se ne bëjmë zigzag edhe me pesha. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way. Përshëndetje njerëz, gjithmonë kam kënaqësi të flas me ju. Sot kam një kampion të bodybuilding, që këtë e ka shpallur dhe federata më e fortë botërore e bodybuildingit, federata IFBB. Është Romeo Karabeci, nga emri dihet që është nga Karabec. Romeo, të përshëndes. Edhe unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën. Ishte një kënaqësi, pa diskutim, ke unë kampionët inshallah vinë të gjithë. Inshallah kemi sa më shumë kampion. Po pra. Në çdo disiplinë. Kjo është gjëja më e mirë sepse sidomos kur një kampion është shqiptar dhe tiranës, ajo është një gjë shumë e mirë. Tani, unë du të bëjmë një bisedë interesante bashkë, se që jemi boring, jemi më povarja. Tani gjithë kjo energji, për shumë se mirë bën stërvitje të gjitha, po ke energji një dhe muskujt të frikshëm. Se dhe unë kam muskuj, prit. Ja. Mosin tentativ. Po mjep një... Gjitha ajo stërvitje që kemi folë deri tani, gjitha ajo ushqimi i mirë kontrolluar, dhe ato suplemente që kemi përmend, që janë të përgatitura, testuara, mikrofiltruar me teknologjinë më të lartë, e di si duken ato gaz, si të marrësh një prizë, kur pi atë proteinën, ta fuzësh këtu te musuli dhe të fryhet ai musuli vet. Kuptim figurativ, sepse janë aq të mira, cilësisë të lartë, është pak a shumë se po shifja dhe ja, jo më shkojnë mendje edhe mua. Një miku im ka një biznes që ka vendosur panele diellore T-Visionit dhe prandaj më bëri përshtypje se i kam parë tek ai, është si ato panele që mbledhin gjithë atë energjinë diellore gjatë gjithë ditës dhe kur i nevojitet atij energji elektrike, thjesht fut atë prizën edhe fillon shpërthen gjithçka. Domethënë Vision po të futej në konkurrim, mund të jenë do ishte pak a shumë kampion 2025. Po se ne jemi kampion sport, miqti kemi kampion në panele diellore, gazin kemi kampion podcast. The best. Që ishte shumë e bukur, më pëlqeu. Atëherë Romeo, desha më dhën pak emocionet se ky është një kampion i vitit 2025 njerëz. Më dhën pak ato emocionet, si ishte konkurrimi sa i fortë deri në çfarë grade arrite, deri ku shkoi fitoria jote. Se dihet që bodybuilding ka disa stade aty brenda. Atëherë unë u përgatita për garat e sezonit të pranverës, që ishin garat në prill dhe në maj, dhe duke qenë se bëra shumë gara, fillimisht u shpalla kampion i Shqipërisë për peshat 90 kg dhe kampion absolut i Shqipërisë, që do thot kampioni kampionëve i çdo kategorie. Pra 90 kg dhe overall absolut. Dhe më pas, një javë më pas, në Nik Siç të Malit Zi, zhvilloi kampionati 34 i Ballkanik. Ballkanik. Po. Ajo ishte 25 deri 27 prill datat. Aty morën pjesë 11 shtete ballkanike, ishin rreth 160 garus. Në kategorinë time unë bëj pjesë të bodybuilding, siç e tham, kishte shumë garus, vetëm kategorinë time ishte 11, nga 8 nacionalitete, 11 garus. Çfarë është kategoria jote? Që ta kuptojnë njerëzit. Aty nuk i ndan me pesh, siç u thash në Shqipëri, isha nën 90 kg, atje ndan sipas gjatësisë. Bën dy ndarje, 170 dhe mbi 170. Po kategoria i përfshin të gjitha ato, se unë për shkakun mund të ndaj. Kategoria ime bodybuilding. Po.
bodybuilding futet që nga këmbët e deri i lartë. Bodybuilding është me mbathje. Pra ekspozon gjithë trupin. Gjithçka. Nuk je me pantallona të shkurtra siç janë ato. Se nga që jam marrë vetëm me sport i di këto. Po, ekspozon çdo muskul trupi. Okej. Dhe unë mora pjesë në kategorinë, pra më takoj që të garoja në kategorinë deri në 70 kg, ku siç e thash kishte 11 garus nga 8 nacionalitete dhe u shpalla kampioni asaj kategorie. Dhe më pas, duke qenë se isha kampioni asaj kategorie, më lindi e drejta për të garuar për titullin e absolutit, që do thot kampioni, siç ju shpjegova edhe në garën shqiptare, kampioni i kampionëve i çdo kategorie. Gjë që më përballi me kampionin e kategorisë mbi 170, që ishte një serb goxha i madh. Unë peshoja 85 kg, serbi ishte 104 kg. Ishte gati 19 kg më shumë, por duke qenë se linjat e mia fizike, kondicioni fizik, definicioni, vura re që ti sido që të jetë ishe më i kompletuar. Ajo më bëri që të fitoj dhe titullin më të lartë. Tani, duke e thënë nga unë, duket sikur po... Jo, s'ka, ajo është një titull, s'ke që e. Është titull më i lartë që është fituar nga një shqiptar në Federatën IFBB në disiplinën e bodybuilding. Pra, kampion absolut i Ballkanit. Kampionët që fitojnë në një kompeticion, në garat e tyre, ata përballen mes njëri tjetrit, aty s'ka të bëjë më gjatësia pesha ato, po ka të bëjë vetëm kush është më i miri nga kush është më i mirë si pra, kush ishin më të mirët, pra secili ajka e çdo kategorie garon për më të mirin e më të mirëve. Po. Gjë dhe ti ke fituar ke kjo. Fitova të titullin më të lartë të Ballkanikut dhe kjo më bëri pjesë, domethënë më dhanë dhe kartën e profesionistit që quhet IFBB Pro Card. Që do thot, kjo kartë tani, sepse ky ishte niveli amator i bodybuilding. Kjo kartë më çon në ligën e profesionistëve. Dhe në liga e profesionistëve përbëhet nga të gjithë fituesit e garave të ndryshme si në rastin tim. Pra që ajo është kategoria e si thuash e ajkës së ajkave. Domethënë ti tani e kalove këtë. Po, tani ishte për ty ishte domethënë një shkallë për të kaluar në një shkallë më lartë. Tani hyn ke loja pro. Se unë të kam pa diku ty, po s'doja ta thoja. Edhe thoj që po, edhe ky këtu ke fizioterapisti im Vika. Po, edhe ke ata djemt që janë shumë të shkallët. Po, aty kam shkuj kohë gjatë. Dhe kishte i pyeta, domethënë, si ka mundësi, ti ke pas një problem duket. Po për këtë arsye kam shku në fizioterapi, ka qenë kohë periudhë gjatë, një 8 muaj, kam pas një dëmtim, kam pas 2 hernje diskale në pjesën e sipërme të qafës në C3, 4, 5. Edhe biles nëse do ta zhvillojmë kjo. Po nga se? Po kjo ka ardhur nga si pasojë konsumimit dhe stërvitjes brutale gjatë gjithë kohës. Edhe duke qenë përgatitje për gara i badifeti aq i ulët, kjo shtresa dhjamore këtu ishte pothuajse inekzistente, ishte vetëm lëkurë dhe kosk, dhe ato ushtrimet e skuatit ku nevojitet vendoset shtanga në pjesën e qafës që tulesh ngrihesh duke punu muskujt e këmbëve. Sigurisht që ma kanë dëmtuar gjatë gjithë kohës, unë bëj me peshë shumë të rëndë, 180, 200 kg. Po prapë ato unazat sikur kanë nevojë edhe për një ngacmin tjetër, se për shkakun ose ime pati në ran me makinë nga mbrapa në Vlorë dhe pati një lëvizje. Ke pas dhe ti? Kjo e ka ngacmuar, e ka nxit dhe më pas është zhvilluar si problem. Dhe janë bërë kombinacion. Dhe kjo kam pas shumë probleme. Dhe fal fizioterapisë, unë kam arritur sot të garoj sepse fillon dhimbje e përqendruar, duke u zhvilluar tepër çdo ditë. Dhimbja aq e madhe sa një ditë bukur, shkova, thash vendosa të bëj një grafi që të shoh çka kam. Dhe kur e pa doktoresha grafin, tha, ti me këtë problem po stërvitesh, më thamë? Po e thash nga stërvitja, erdha. Ti stërvitesh me këtë problem, a bëri pyetje 2 herë, pra aq problemi ishte për atë. Po e thash dhe nesër të shkoj prapë se kam garën për 2 javë. Ti çun tha, po shkove, ti do të presim te salla e operacionit. Edhe pastaj në një farë mënyrë u friksova pak, po siç thamë. Po emocionalisht ç'a ndjeve? Emocionalisht ishte thjesht ideja që s'duhet lej garën, domethënë ishte si po frika se mos e lesh këtë. Vetëm atë frikë kisha, mos lija garën. S'kisha frikë fizike, më fare. Jo, them për në perspektivë se mos hiqe dorë nga ky sport për shkak të ishte arsye fort. Jo, nuk e mendova gjatë, sepse nuk kisha garën për 2 javë nga ai moment, kështu që kisha shumë vështirësi. Ajo tha të pret operacionin që s'e ndalo. Unë të nesme shkova në stërvitje, provova të filloj me ca pesh atleta se në atë moment ishte dhimbja në pikën maksimale dhe i kam shty 2 javë plota me super dhimbje, me vështirësi, me zvarritje, me raskapitje të madhe, që e kam çu deri në fund,
edhe po ta shohësh në ato videot e garës, në pozat mbrapa që pozojnë për musët e shpinës, ke më të vështira. E kanë vështirë të kthej krahët apo të përkulim, të bëj poza siç duhet. Po fati deshi dhe ndihma e fizioterapisë që ne Po një pyetje, nxefesh ndonjëherë? Impulsivitetin e kam pas Të lartë. po jo nga sporti, jo nga asgjë. Tëndin. Po thjesht si natyrë impulsive e lindur. Imagjino për shkak fut në një dorë çaj Po pa dëmtim. Sportistët nuk gjykojnë një lloj si njerëz normal. Nëse bëjnë dëmtim të dikujt, karakterizohet si njeri me armë. Ashtu. Sepse ke sportin avantazh. Patjetër se ti je makineri fizike. Makineri fizike. Unë desha me ditë për shkakun, ti si të lindi kjo si ide, domethënë ose si dëshirë për këtë sport, apo e ke pas me kohë? Pasion në vitet kur un kam ushtru në palestër, kanë qenë vitet 2005. Që ushtrohesh thjesht. Po, thjesht në palestra në Tiranë kanë qenë vetëm 5 copë në ato vite. Ka qenë shumë e varfër. Informacioni mbi bodybuilding ka qenë pothuajse zero. Interneti ka qenë inekzistent. Dhe kështu që thjesht regjistruan palestër, kisha qef trupa. Me bo ato anekset që thoshim ne, po. Filmat me Arnoldin, kishim qef trup dhe vazhdun 1 muj, 2, 1 vit, 2. Dhe paka shumë deri në vitin 2010 ishte kjo përçapja pa informacion, pa njohuri mbi stërvitjen, pa njohuri mbi ushqimin, nutricionin etj. Derisa në 2010 u njohëm më shumë me internetin, fillon të marrim informacione të ndryshme. Dhe aty pastaj e vura re që unë kisha pasion, e kisha shumë qef, kjo më jepte emocion. Zgjohesha mëngjes me emocion për të bërë këtë gjë, për të stërvitur, për të ushqyer në një mënyrë caktuar, për të qenë në regjim disiplinor, për mos prekur alkool, cigare etj me dorë. Kështu që ti nisi vet, se nuk e ke nis me trener. Absolutisht vet. Deri në vitin 2000, le të themi në vitin 2025 unë kam bërë vet. Që në vitin 2005 deri në 2025. Shiko. Po dhe 3 muajt e fundit, domethënë nga po se do një parë përgatitje shumë. Po mora një trajner për këto garat e forta që më ndihmoi, që është i huaj amerikan. Dhe kështu kjo ishte rrugtimi dhe si më lindi dëshira për bodybuilding. Ishte thjesht spontane, e pash që e pëlqeja këtë gjë, doja të isha trupi bukur dhe si po një mikun tim e mban mend Rando Kokelin në ato vitet e bukura. Rando të përshëndes. Nga bodybuilderat e parë shqiptar, pioner, nga më të mirët dhe gjithashtu aktualisht është presidenti i Federatës Shqiptare të Bodybuilding. Ai e meriton. Dhe në atë titullin aty edhe Rando ka qenë prezent dhe më ka shumë mirë. Rando të përshëndes. Djalin e pas kemi super talent dhe dalloj. Shiko, atëre kjo si sport do një disiplinë të egurt. Në qoftë se do i vendosim shkallë vështirësie bodybuilding, do kisha dëshirë ta krahasoja me boksin, sepse siç dihet boksi është sport burrëror, sport i vështirë, sepse ti jemi realist. Do guxim, por ke edhe kundërshtim. Do guxim që të dalësh përballesh me një individ tjetër i mirë stërvitur, një lloj si ty, dhe me qëllimin e vetë për të thyer turit ty për të fituar titullin. Kështu që do guxim. Por unë, edhe pse sporti i boksit është kaq i vështirë, mund të qëndroj në maj, bodybuilding do e konsideroj një nivel më lart, për shkak se bodybuilder je në çdo sekondë të ditës dhe nuk i shmangesh dot. Pra duhet të kesh disiplinë 24 orë, çdo ditë të javës, çdo ditë vitit, pa përjashtim. Si i ke të ndara ushqimin, kohën e pushimit, kohën e stërvitjes? Nutricioni çdo gram i makronutrientëve, çdo gram proteine, çdo gram karbohidrati, ndyrë që fus trupin tim ka një qëllim caktuar. Je një specie di maniaku. Ashtu, eksakt. Ka një qëllim caktuar dhe çdo gjë peshohet. Nuk është asgjë e peshuar. Un kam harruar të ushqem. Ke peshorën aty. Shumë rastësisht. Ke parasysh që të marrësh një pjatë, okay, hajde po e hajm këtë pjatën, po çka ka ajo pjata, nuk e di. Kam harruar, domethënë jam në atë pikë që çdo gjë. Mendoj që e bër dhe pak doktori vetes. Se kemi ca element mëlçin. Në këtë sport duhet bësh doktor, duhet bësh trajner, duhet bësh kuzhinier, duhet bësh nutricionist, duhet bësh dhe psikolog. Këtu jemi. Sfidat më të mëdha janë ato mendore. Sepse ka një ngarkesë mendore jashtëzakonisht shumë të vështirë. Aq më tepër në përgatitjet për gara përpara kompeticioneve. Aty është intensitet. Që e çojmë nivelin e yndyrës trupore në drejt limiteve që trupi e kundërshton gjatë gjithë kohës dhe trupi çon sinjale trupit ushqeu fik pothuajse çdo aktivitet tjetër, tum dëshira dhe për të lëviz, për të çuar nga tavolina, për të çuar nga karrikja,
Më thënë është shumë e vështirë. Humbi imunitetin në atë moment? Je pak më i dobën nga imuniteti, po duke qenë që ne ushqehemi mirë dhe në ato raste, pavarësisht se ulet sasia, Këtë proteinën e ke prezente kështu. proteina është e lartë. Po. Plus që edhe mikronutrientë, pra vitamine, minerale, i kemi gjatë gjithë kohës në nivelin optimal. I ndani ju fibrat e bardha, fibrat e kuqe në atë që organizonin trup? Bodybuilding kërkon muskuj voluminoz, jo muskuj rezistent. E Kështu kuptoj. që normal fibrat e kuqe do kemi zhvilluar më shumë se të bardhat. Po s'na që nevojnë t'jenë në më bardhat. evidente. Po, që t'jenë më dukshme se ne garojmë për strukturën fizike e muskulare. Për atë që ne shohim. Eksakt. Kemi në ide se kur ka lindur kjo pak a shumë si sport, jo identik, për shembull, Në jo si Shqipëri? federat, po themi. Në Shqipëri apo? Jo, si lindi në natyrë, se mendoj që duhet jetë që në kohët e lashta që kanë qenë ato trupat e... Po si sport, sipas një Jo si sport, flas si ka qenë kjo, se paraqitja e bukur e muskujve të djemve dikur ka qenë edhe avantazh. Po, dhe sigurisht. Tani po kthehemi edhe në fusha tjera. Unë do të janë si kafshet që Ta dominojnë rregullojmë anë çik, po. prezencës fizike me karakteristikat e tyre, ashtu edhe natyra njerëzore në prehistori ashtu ka dominuar dhe ashtu e ka treguar E potencë. ndjen ti këtë për shkakun që po të jesh në rivalitet me dikë për shkakun. Ja. Unë se përdor fare fizikun Për këtë gjë. për arsye tjera. Përveç se arsyet kompetitive. Sepse ajo që po vere unë, do më thënë, përgjithsisht sportet e rënda ose me trupa fizik, nuk është se i kanë shumë, si themi, është kafsh nga trupi, po jo nga trut. Ose është kafsh nga truri, nuk është nga trupi. Do më thënë, kuptimi është këtu që zakonisht Nuk shkojmë të paralel gjesh me dhe njëra inteligjencë edhe sportistë shumë të... Po, sepse kështu në gjuhë popullore unë bëj shaka me Po. shumicën atyre që mbyesin që i them kush u mor me hekra dhe u boj zjut. Sakt. Asnjëri. Kështu. Edhe kështu që Okej, jemi në një në një rezonancë. Ajo që desha të pyes unë, do më thënë, ty të pengon për shumë gjëra se njerëzit për shembull që janë ndryshe, janë më të lirë, zhvillojnë shumë aktivitete shoqërore kështu. Ty për shembull Nga ana sociale. pija e pakontrolluar lejohet. unë Pjesa që të rrish për shembull për darak me dikë të prishësh atë djens të jot. Janë ca gjëra që domethënë pasioni është aq i madh sa i mposht gjitha? unë do ta ndaja në dy kategori. Mhm. Sociale, në dy kategori shoqërie. Një që është shoqëria sportit, që janë pak a shumë si Romeo edhe ata, Sakt. që merren me këtë gjë dhe kuptojnë me njëri tjetrin në mënyrë fantastike, jemi sinkron gjithkohës. Kështu që me ata shumë e thjesht. Gjatë gjithë kohës bëjmë Gjatë zgjidhja sepse jeni caktuar, kështu që në një është okay. Po. Në rastin tjetër, në atë shoqërinë e shkollës, fëmijërisë etj që Lagjes. nuk janë sportit, lagjes. Me ata unë jam bë ai tipi që thot gjithmonë jo, ai tipi antisocial, edhe pse s'jam, po Po s'ke duhet, je nevojitet. detyruar. Kështu që ata që më kuptojnë, që më njohin pak më afër nga shoqëria lagjes shkollës, Ama ekziston si problem. po patjetër, bësh antisocial. Do më Mu thënë është dashur ti që- sakrifikon. Më është dashur që përpara kompeticioneve që dieta është shumë strikte, shumë e rrezikshme, nuk mund gabosh, nuk mund devijosh nga dieta, më është dashur që të shkoj ndasëmën e një shoku me ushqim me vete, ndasëm me ushqim me vete. Sakt. Pra, të kesh atë tasin tënd, ndërkohë që të tjerët po kërcejnë, po ushqen pafund. Je pak crazy me çka kuptoj. Do të thënë ke Po, ndarë dhe edhe ai titulli është po crazy. çfarë po Kështu që ke po. nuk fitohet po si ishte crazy. Një shoku im Sakt. bënte humor aty në Niksiç Mali Zi përpara garës, se unë po peshoja ujin. Kisha në atë vak 400 ml ujë dhe ishte 401 te ujë, te shishja, dhe unë po e derdha. Ai më filmonte dhe bënte story në Instagram, duhet të jesh i çmendur të fitosh absolutin, pa e fituar akoma, po ky është në rrugë drejt thoshte. Është i çmendur, kupton se po dersha 1 mililitër. Patjetër. Dëgjoj, për të arrit çdo njeri për të arrit gjërat e veta në fushën e veta duhet të jetë i çmendur. Po s'është i çmendur s'mund ta bëj dot. I çmendur për bene, jo i çmendur për Ashtu, për ben. për të bërë ç'është e mundur që të realizoj atë. Ç'është shenjeje? Unë jam gaforja. Gafore, po e ke shenjë që e ke nuk përton për asnjë gjë. Them drejtën unë si njoh shumë këto karakteristikat e shenjave të horoskopit. Okej. Po është ndet se di. Okej. Ja. E mirë, nuk ka probleme. Di pse ta thash sepse duhet një vitalitet shumë i madh. Kemi
kryeminist, ne kemi Gafore, kështu që ai kur I hyn I gjës të rigjet kur. Okay. Kështu që jemi në rregull me shenjën. Edhe djali im është Gafore dhe ai është, si themi, simboli I kësaj që bëjmë ne, sepse ai merr përsipër gjithë gjërat më të vështira që kemi për dorë. Është që të ka bërë dhe filmimet ty që do kemi ato videoklipet e bukura. Ka qenë futbollist, ka qenë me një Karabec që ka qenë shumë I famshëm me ekipin e Tiranës. I cili është edhe kushëririmi I parë, Djalë Xhaxhajit. E ke Djalë Xhaxhaj? Po. Po. Xhaxhajin ne jemi familje sportive. Ka qenë dhe mund. Kemi gjak sportin, atë çmendurin. E mora. I përshëndesim se ai ka qenë shumë I talentuar, mes fushor shumë I këndshëm. Domethënë ato shpërndarjet e topa I shifsha vetëm ke ai Xavi I Spanjës. Okej. Atëherë ajo që doja dija unë, duke qenë se kam dhe unë miq të bodybuilding, dhe I verë që janë bërë eksperta të këtyre produkteve, të proteinave, të suplementeve, të gjitha. Dhe doja dija ku je në informacion me këto? Unë mund them që mund të jem në pjesë në atë kategorinë e njerëzve që I njohin shumë mirë. Pasi unë kam edhe një biznes që merret me importin dhe tregtimin e suplementeve ushqimore. I sjell vet. Po, nga Amerika. Nga Amerika? Amerika më duket është lider për këtë. Amerika I ka shpik, Amerika. Po, ta janë lider edhe këtyre. Shumë mirë. Edhe këto I kanë vërë që ka, domethënë, dyqane, por njerëzit kanë dyshime, gjithmonë thonë, mire përdora, mos më japi efekte anësore, ke parasysh. Nuk e di çana jep si informacion. Prap do I ndaja në dy kategori, janë ata njerëz që kanë dyshime për origjinën e produktit. Pra, dyshojnë nëse produkti është origjinal apo jo, është amerikan apo jo, ose kjo është e rëndësishme? Ky është ai grupimi I parë, po unë këtë gjë e kam zgjidhur sepse tek unë është shumë evidente që vjen nga Amerika, sepse nuk ka filial në Europë, nuk ka fabrika në Europë, s'ka magazina, plus që si produkte ke ekskluzivitetin. Po, plus që sportista amerikan bodybuilding që janë në 3 më të parët, kanë dalë me video, me audio, me Po pra, njerëzit kanë parë që ato kanë efektet. Po. Dhe ai grupimi tjetër janë ata që nuk e njohin çfarë janë suplementet, nuk e dinë dhe ata kanë frikë nga efektet anësore të suplementeve. Po ky është një si thosh një ide shumë e gabuar, është një mungesë informacioni ose më saktë keq informim, sepse ato bëjnë ngatresën e suplementeve me hormonet. Që do thotë, efektet anësore që kanë potencialisht hormonet ja veshin suplementeve. Pra thjesht bëjnë ato ngatresë. Në fakt suplementet me aq sa I njoh unë në mjeksi, suplementet janë gjithmonë pa efekte anësore. Dhe janë domosdoshme, jo vetëm për sportist. Ato janë komplementare që patjetër, sepse ti po shkon në stërvitje, ti po shpenzon një kohë duke u stërvitur dhe duke dëmtuar fibrat muskulare. Si do rikuperon ato fibra? Kur ndërkohë ti nuk po ushqesh me sasinë e nevojshme të proteinit. Po se merr dot kur? Që do thotë, nuk po konsumon 1 kg mish, 20 vezë, etj. Mendoj që edhe sikur ti bësh ato nuk e merr dot sa suplemente. Nga proteina plur, janë dhe të shijshme, janë dhe praktike, I tret shpejt, I kalon, edhe jeta është bërë shumë dinamike në Tiranë apo në metropole, kështu që ato janë dhe praktike, mbaro punë shpejt, ose në rastet e acidit laktik, si ja bëni? Nuk e që bën acidit laktik. Acidi laktik ndërtohet gjatë kohës që ti po stërvitesh. Kur jeni atë intensitetin e lartë. Po, atë thjesht që aty do bëhet ajo ndarja kush do jetë kampion dhe kush jo. Kush e duron do vazhdoj stërvitet. Po kjo ideja e hirës për shembull që është suplementet, pra, nëse I referohemi e kanë hirën brenda. Po, proteinës, ajo është proteinë nga hira e qumshit. Shumë mirë. Kjo ishte një informacion I saktë. Sepse hira vërtet është kampion për të neutralizuar acidin laktik kur është në doza të larta në mëlçi. Okej, jemi shumë, unë jam I sqaruar, besoj edhe njerëzit janë sqaruar. Besoj që po. Tani, për shembull, mund të tregosh një rast interesant shumë për këto, se gjithmonë garat kanë rast, edhe kur flen gjumë për shembull, vjen I shok Ziona diçka, nuk e di, kene një gjë interesante që Interesante në garën e ballkanike, në Malzi, ishte shumë interesante sepse duke, siç u shpjegova, gjithë sakrificën e madhe ndaj ushqimit, ndaj asaj regjimit strikt, ti ato ditët e fundit edhe për shkak të emocionit ke edhe pagjumësi. Dhe gjumi është shumë I rëndësishëm. Pra, ti je në dy që kundërshtojnë njëra tjetrën. Pra, ty të nevojitet gjumi
për rikuperim dhe për formë sa më të mirë, po ti ndërkohë s'ke gjumë, është e vështirë flesh gjumë. Dhe për t'i shtuar këtyre dy probleme, që kundërshtojnë njëra tjetrën, për t'i shtuar në hotelin Malzi, ku kishin akomoduar sportistët, ishte hotel që kishte poshtë një bar me muzik live deri në 3 të mëngjesit. Edhe unë thash, unë që s'flej, jam me fatë se do dalë aty te live-i, do rri, do shoh ata deri në 3, pastaj deri në 6 sa të zbardhet e shtyj kështu vetë. Mi klimin maksimum. Po. Si ke marrëdhënie me vajzat? Unë do të thoya që në Shqipëri është ai mentaliteti që njerëzit e shohin si sfidë. Jo vetëm femrat, po edhe meshkujt, e shohin gjatë gjithë kohës si sfidë dhe nuk e shprehin kurrë. Dhe me një mikun tim po diskutoja pak më parë. Se s'ta thon okay këto. Vetëm ajo mosha nën 13, 12 vjeç, ato shprehen. Ta adhurojnë, po. Po, pjesa tjetër janë kështu, ose bëjnë janë rivalitet. Ose të shohin me bishqyri, domethënë janë këto veprime kështu, po nuk ndodhin reagimet. Është dhe një edhe një simptom në Shqipëri. Gjithmonë i mirë do bëhesh jashtë, se në Shqipëri s'bëhet fjalë. Po, kur dal jashtë shkojnë të vlerësojnë, po, do vlerësojnë. Për pushime, shoh madje këtë vit, në pushimet e këtij viti, kësaj vere, nuk ishte ditë që na tishull ku isha. 5 deri 10 veta në ditë vinin bëjnë foto. Donin të bëjnë foto të gjitha. Pa e ditur që unë jam kampion Ballkani, thjesht nga forma fizike. E ka thënë Konica. Edhe janë shumë të lirshëm. E ka thënë Konica s'bëhet fjalë në Shqipëri të vlerësoj njëri. Sa del jashtë mundësisht të zhvlerësojnë. Po, mundësisht të zhvlerësojnë. Hyn në rivalitet kot se s'bëhet fjalë. Por ajo është një mit për shembull që të bësh trup i bukur duhet vetëm të përdorësh për shembull hormone dhe suplemente dhe kreatina e këto. Atëherë do dalë në përfundim. Ma shpjegoj pak. Përfundim, po do bëjmë një ndarje. Se mund të filloj edhe unë. Që kreatina bën pjesë të suplementet, pra siç e tham pak më parë, nuk është pjesë e hormoneve. Hormonet pastaj janë gjëra tjera që janë substanca që rrisin performancën fizike. Ato janë ndaluara, jo të lejueshme, kështu që ato nuk përdoren, ndalohen në sport. Pastaj se një individ ne kemi parë shumë herë që janë të cilësuara, që për shembull e kanë cilësuar dhe efekte anësore për shembull, që jep efekte. Efekte anësore janë ndryshme të hormoneve, janë shumëta dhe ndryshme, po ato janë ndaluara, pra federata i ndalon në sport. Se unë nga që merrem me këtë problemin e flokëve, problemin e rënëve, kreatina nuk t'i hedh flokët. Kreatina është produkti më i përfolur dhe produkti më i studiuar njëkohësisht. Ai përflitet nga gjithë ata që nuk kanë informacion, që kanë mungesë informacioni, dhe njëkohësisht është produkti më i studiuar me mbi 1000 studime dhe është krejtësisht i sigurt, krejtësisht i padëmshëm, i pa efekte anësore, nuk të bien flokët, nuk mbetesh steril, nuk madje do bëhesh më i fuqishëm sepse do shtoj rezistencën, do rikuperojnë muskujt më shpejt. E siç ju tham, kjo puna flokëve kam edhe një kështu batutë, që vjen dikush te dyqani dhe donte të blinte një kreatin, po ky ishte bënte pjesë të ajo kategoria që s'kan informacion. Po. Edhe unë ndërkohë aty ndodhesha me një shok, po bodybuilder, po me flokë gjata. Me flokët kështu bisht. Edhe më pyet mua, mos mbien flokët se i kam shumë merak flokët, më tha. Mos mbien nga kreatina. E tash ti thoja unë që s'bien flokët, po unë i kam tralluar, si thoja dot. Po unë mendova një 5 sekonda i pauzë, thash, po si të bien flokët, i thash, unë s'flas dot, po të kaloj të shokun tim, hajde këtu foli. Ai flokët bishta lec. Roft rast. Që aty tha ai bëri kryq një shqyr, tha. Atëherë unë mund t'ju japi një kështu informacion më thelluar drejt saj. Asnjëherë nuk është se flokët kanë të bëjnë me atë që ha. Flokët kanë të bëjnë me informacionin që i shkon në tru dhe si e përcjell truri bllokimin e rrugëve të ushqimit. Nuk ka të bëjë me atë që ne përdorim. Kështu që rini qet, ti e thua nga përvoja, unë po e them nga ana shkencore. Kështu që nuk është ajo. Is not true, i thonë amerikanët zakonisht. Atëherë, përgjithsisht, është stresi ai që bën rënien e flokëve, intensiteti i lartë prandaj sportistët e kanë atë, dhe duke qenë se bllokohen rrugët e ushqimit që janë ata kapilarët shumë të hollë gjakut, që janë disa papila që ushqejnë një rënjë flokësh,
ato duke u ngushtuar sjellin më pak si themi se gjaku është ushqimi edhe limfa. Po, gjaku përmban nutrientet. Po, që i ka të gjitha brenda dhe nuk është se i mungojnë, edhe sikur mos të ashtu përdorësh për shembull kreatinën e të gjitha. Vet floku është protein, që ta dini, është keratin, është një protein që është thjesht një nga elementet më të fortë në natyrë. Ne flasim kështu që mos ta dëgjojnë njerëz. Okej. Por shumë flasin që sikur nga që stërviteni shumë e tjerë, jeni të zhvilluar në këto muskujt e tjerë, po nga të muskull është një muskull që nuk tani dua ta di si është e vërtet. Tash mund të jap dy shpjegime. Ma jep. Një shpjegim NNZ, që Po mos pra, ta dëgjojnë këta. është Ose një shpjegim pastaj që mund t'ja themi. kuptova. Ai shpjegim që mund t'ja themi të gjithëve është që është mit. Ja pra, ju në ke mitet. Po. Dhe unë e besoj. Shpjegimi NNZ është që sfondi Është shumë i fryrë. Është një E kuptova. Rritet shumë masa tjetër muskulare. Çdo objekt i një masë të caktuar të duket më i vogël një sfond më të madh. E kuptova. Kështu që doni ju i keni rival real, domethënë. Nuk mund të ti. Në çdo aspekt. Dua kot të them. Kush të pëlqejnë bjondet apo brunet? Se pjesë sy bëqell, po. Nuk është se kam Kjo është ke pjesa e humorit. Po. Se mos dal dot nga. Duke qenë që kombinohet më mirë me mua, mbase mund të kem subconsciencë prirë më shumë drejt bjondeve. Vetë ç'është statusi e? Status i lidhur. I lidhur. Okay. Kështu s'pyes dot për moshën, se meshkujt s'pyeten për moshën, vetëm femrat. Se problem fare. Qa moshe ke? Unë jam daklina 90-a. 90-a, po mirë, shumë mirë që ke. Domethënë 35 du t'jesh. Po. Njerëz se ju e dini që këta që kanë çik trup, unë i kam edhe çik më për zemër, se mendoj kot, kujtoj ato vitet e mia dikurshme. Që s'bëhet fjalë me ju, se për shembull kam pas dhe i ka trup bukur, Jozin kam pas Meritonin ka trup bukur, po nuk bëhet, jo në këtë kuptim, po si djalë me ka trup fit, fizik, mirë të këndshëm për të parë. Po, është dhe Ergi që ti e njeh që ka trup bukur e kështu. Kështu që jemi deri diku jemi në rregull. Unë mundet për shembull të përdor ato që thu dhe të rris pak, e di çfarë du të rris unë. Si them, ta ndjej pak forcën, edhe që se kështu kam qenë shumë i fortë në vitalitet, po themi, për të bërë stërvitje. Po tani jam në atë vetëm me qenë, bëj kështu. Atëre, patjetër që mund të përdorësh, kjo është përgjigja. Dhe fitoj diçka? Po ta shpjegoj. Po. Sepse gjatë moshës, pas 30-ave, pas 35-ave, trupi fillon u mbet 1 deri në 2% masë muskulare çdo vit. Gjithashtu u mbet kolagjen 1% të caktuar çdo vit. Dhe suplementet vetvete do e ndihmojnë, do i mbështesin këto nevoja që trupi po ju mbet, do i suplementojnë që trupi mos t'i humbasi, t'i mirëmbaj ose të frenoj ritmin e humbjes. Që do thot atë masë muskulare që po humb, qofse do ushqesh më shumë protein, dhe të paktën do kryesh një aktivitet fizik hipertrofik, do e ruash. Do e riaktivizoj. Po, atë kolagjen që po humbet, që fillojnë edhe lëkura, duket më e rrudhur, si në fytyrë, si në trup, apo çdo gjë tjetër, do suplementohesh me kolagjen dhe do jesh më mirë, më i ri. Pra, shkojmë drejt asaj anti-aging. Dhe këto janë produkte që përfshihen te suplementet. Keni klient për këto? Patjetër, po. Siç janë multivitaminat, kolagjeni që përmendëm, magnezi, këto janë gjitha mikronutrientët që bëjnë pjesë. Ama ti ke edhe një gjë që ti i bën dhe shpjegim dhe se si ti përdorin, po i bën dhe shpjegim pse përdoren. Të dyja se duhet i bindesh. Po pra, shqiptarët kanë qenë keq informuar ose i ka munguar informacioni dhe më pas janë keq informuar. Tani janë pikën që po drejtohen drejt suplementeve dhe ti nëpërmjet konsultës e bën për shkak një lloj analize se çfarë do i duhet apo ke edhe Po patjetër, un kam, domethënë bëj disa punë njëkohësisht, përveç se jam sportist, siç po diskutonim deri tani, përveç biznesit suplementeve, gjithashtu kam një platformë time online coaching që bëj përgatitje ose ndihmoj njerëz në qëllime të ndryshme të mbasin peshë, tonifikohen, shtojnë peshë, shtojnë masë muskulare, përgatiten për gara bodybuilding, për gara të ndryshme, po, se ata janë profesionet, po. Të ngritjes, peshë ngritjes e tjerë. Punën më të madhe domethënë e ke me profesionistët.
Po, Por ndërkohë ke edhe pranoj dhe klientë që janë serioz dhe duan ndryshojnë trupin e tyre, sepse nëse unë mund merrem me një nivel profesional, me atë nivelit më pak profesional ose amator, është akoma më e thjeshtë. Për aq kohë ai do më tregoj disiplinën e dur, unë kam më thjesht t'ia zbërthej trupin çdo detaj, çai nevojitet, si duhet të ushtrohet. Krijon një analizë për atë. Duke qenë se e ke këtë natyrën tënde shumë këngulce, unë besoj që ti, domethënë, nuk të rriqesh sepse ti e ke shumë pasion. Patjetër, shumë. Edhe kështu, njerëz nuk asnjëherë jeta shumë e gjatë, shifini nga unë. Futën Big Brother 60 vjeç. Asi problem. Unë tani do filloj të bëj trup. Do habiteni, do thoni do e bëj, ja do e bëj. E kam gjetë mikun tim shumë profesionist për këtë gjë. Dhe do e filloj këtë gjë në mënyrë rehat, dhe të shifni do thoni, po mirë më ne jena çuna 3, ky 60, se tani jam 61. 60 në Big Brother, 65 në kompeticion bodybuilding. Ashtu dhe, po shkova në kompeticion, ja. Ja, do i vijemi bashk. Se dhe unë e kam atë, do më thënë atë delin e çmendit që kur hyj një gjë, duhet ta çoj deri në fund. Po një pyetje që më shqetëson gjithmonë, që e mendoj edhe nga vetja, po edhe nga ata që flasim, se ne jemi gjithë këto tip përtacash. Për shembull, ekziston një formula, një gjë shkencore, një gjë që për shembull them unë miq vetëm pjesën e dhjamit barkut tu, se pastaj unë jam super, si ose në një që thot miqi çik këtu për shembull. Po tani ne po flisim për arritje teknologjike, siç ishte ChatGPT-ja, kuptoj që mund bënte të jep informacion mbi gjithçka, tani është dhe një program i cili ka dhe një pajisje elektronike, ku e skanon trupin edhe thjesht s'lodhesh fare, targeton zonën që do të djegësh dhjamin, i jep enter butonit, pret aty. Seriozisht e ke ti? Po ja pra shmit. Po ç'është kjo? Si mund ta djegësh dhjamin vetëm një zonë? E po, thashë o zot shpëtova, jo. Do ishin vajza do ishin gallë tani do thonin mas shpjegimi që do t'japun prapë do thush shpëtova. Po, shpjegimi që ti mund ta bosh. Tani jemi në rrymë. Dhjami nuk domethënë nuk e targeton dot se në cilën pjesë trupit do ta djegësh dhjamin. Trupi do e djegë vet në mënyrë në gjend dhe radhën. Siç e ke, radhën siç e ka të përcaktuar në ADN. Sakt. Do vazhdoj me ato proces dhe ritme dhe veta, por është një proces që nuk ndodh brenda natës, apo brenda 2 javëve se kam unë dasmën në asaj shoqë që ti djeg para 2 javë para dasmës një 10 kg që të bëja i fustani. Asgjë nuk ndodh, është proces afatgjat, unë do të ta ktheni në mënyrë jetese, ushqeni mirë për gjithkohën, gjatë gjithë kohës dhe servituni rregullisht. Byrekët? Byrek. Byrek ngelet, do bosh si byrek. Ja, unë jam dobësuar byrek, e din njerëzit. Unë i them njerëzve që dobësohesh dhe me çokoladë. Po pra. Nuk është e vështirë. Po, ja. Por aq kosa qëndron në deficit kalorik. Po pra. Nëse duhen 2000 kalori, atë unë haj 2 byrek në mëngjes edhe një drek të vogël mbas dite dhe njerëz nuk e besojnë që pse. Po ato 2 byrekët në mëngjes me eliminojnë pjesën e brumrave kalorike shumë. Dhe pastaj e ul fare dozën. Po s'është, domethënë ti mund biesh në pesh, pra se njerëzit bëjnë dhe këtë nga stresi. Sakt, po ja, janë varë që bravo. Sepse u mbet masë muskulare. Ti nuk po ushqen masë muskulare, por kalorit po i merr, je prapë në deficit, kështu që trupi çfarë do bëj? Do e ruaj masën dhjamore se po furnizon atë. Muskujt as nuk po i ka aktiv, as nuk po ushqen me protein, do humbasi. Dhe ai 10 kg para dasmës, bie masa muskulare. Po ama kur çofin aty. Sa më zhvar kjo lëkura atë operacion. Nuk do të më bëj më gjatë as. Dasëm gusht me mund gjata. Do të thënë çdo gjë do një logjik. Mos humbim raportin apo jo. Raporti duhet të jetë i drejtë për të gjitha parametrat që kemi brenda. Okej, unë jam sepse kam vënë që me përdorimin e mishit tani mbas shumë kohë që na thonin mos hani mish, me përdorimin e mishit kuptohet kualitet që të jetë pa dhjam, mos të jetë nga këto që janë rritur me hormone këto. Vejre një ndryshim në, si themi, në vitalitetin e përditshëm. Dhe dhimbjet i kam më pak për shkak sepse si duket muskujt duke marr masë, largojnë ato. Kjo se mishi ka protein me profil aminoacidik shumë pasur, pra ka të gjitha aminoacidet e nevojshme esenciale që i duhen për rikuperim, qoftë një dëmtim, ashtu do rikuperohen me anë proteinës, aminoacideve. Prandaj dikur s'ndjenim fare se hanim mish, s'ndjenim as dhimbje asgjë. Njerëz kanë ndruar iku miti mos hani mish e kështu se ishte me të futme.
hani mish, se do kënaqeni. Bruma pak shumë më pak se Shumë ç'keni mish, pak ngrënë. byrek. Pak byrek vetëm 2 copë mjes, po t'i vini atje ke unë, i keni shumë të mirë. Ne i mera kemi për ndonjë gjë që për shembull do doja ta thoje? Unë do kisha dëshirë që, do të thënë kush do që na dëgjon, edhe do i marr përballë fjalët tona, kisha dëshirë që t'i thoja që përpara se të merrni një informacion rreth çdo lloj fushë, po meqense ndodhin fushën e nutricionit, e shëndetit, e stërvitjes, e një jetë më të mirë, mos pranoni informacione të gabuara. Në ditët e sotme shumë e thjeshtë, edhe nëse punsoni një trajner personal ose një nutricionist, merrni atë plani ushqimor, konsultoni me ChatGPT shumë e thjeshtë dhe do dilin konkluzionin tuaj, a është i saktë ai person apo jo. Kështu që për të marrë informacion korrekt, real, edhe të vërtet, ditë e sotme shumë e thjeshtë se në epokën kur Sakt. e kemi bërë ne. Atë çati për informacione të precizuara është i saktë. I saktë është patjetër. Kur duan pastaj të krijojnë lidhje emocionale me chatin, normalisht që ai del. Po, për ta pas dashur chatin është problem. Kjo është. Okej, jemi në rregull. Jo, se dhe unë për shembull, se këta të shtëpisë më thonë, nuk kena nevojë për chatin se të kena aty. Se kam lexuar shumë, kam informacion, por ama kur i referohem chatit për ato informacione që i kanë të sakta, e shoh që i kanë të sakta. Por unë jam për këtë që mos eliminoni fare funksionet e trunit dhe tani për çdo gjë. Jo, po absolutisht jo. Po është ideja që të ndash një profesionist nga një amator. Kursa jo. Një informacion të vërtet nga një mit. Saktë. Kështu që pse duhet qëndrosh me atë mendimin, bien flokët nga kreatina për shembull. Futu te chati 2 minuta, atë bien flokët nga kreatina? Saktë. Atë bëj shpjegim, e kuptove iku ai mit. Mbaroj. Ka dhe një gjë që doja të pyesja unë, se për shembull, sportistët kanë si themi gramatura për atë që bëjnë, se kanë masë më të madhe muskulare e tjera. Ka nevoja më të lartë. Po, ti ndihmon dhe ke kjo pjesë, kur nuk janë sportistë, i thu për shumë sa gram, ja thu me gram me gjitha, me masa. Po. Edhe është e rëndësishme. Dhe ja përshtas sipas dëshirës, nuk është se është strikte. Pilaf, do të thënë, oriz, brokoli, pul, siç janë ato, ai miti, bodybuilding që bodybuilderët hajnë vetëm pul, oriz, brokoli, ose vezë, tërshër. Kaq mbaroj gjithë jetën, edhe mas 5 vjetësh. Po, jemi pastaj për ChatGPT. Versioni 2.0. Edhe kështu. Mirë, kjo është. Domethënë, njerëz nuk përfitoni vetëm që do shkoni të merrni një produkt në dyqanin e Romeos, por përpos kësaj do merrni një konsult, do merrni një analizë dhe do dini në një plan pune i cili ju ndihmon shumë për atë që doni të arrini. Simbas karakterit, simbas nivelit, simbas asaj që doni të bëni, atë ju orienton në mënyrë profesionale. Romeo, që është një njeri me vrull, me vullnet pa diskutueshëm, dhe kjo e bën që të jetë lider në këtë fushë. Unë mendoj që jam shumë i lumtur që të kisha në... Edhe unë u kënaqa shumë dhe ishte bizet shumë e këndshme dhe besoj produktive. Romeo, je shumë i mirë. Ishte i kënaqësi. Goca duhet të shohin sa më shumë, po kur ti jesh single, se tani s'themi do të gjë, se po na vret në një. Kjo është. Të uroj vetëm fat dhe mbarësi. Falenderoj.